kur flasim për Kurtin në veçanti, flasim për dy figura, Ramush Haradinaj dhe Albin Kurti. Pse këta dy lider nuk mund të bashkëpunojnë me njëri tjetrin? Po thënë edhe në sekret aleanca vendosin me bashkëpunu me zotin Kurti, njërë taksative, ata që unë personalisht, individualisht nuk do të jepi votën për çfarë do formacionin në bashkëpunim me zotin Kurti. Nësë një rrethon. Ato është thonë me 10 herë edhe nga zoti Haradinaj, edhe nga shumica e pjesës strukturët e AUK-s që nuk ka një bashkëpunim me VVN. Domët që ka bon zoti Kurti dhe partia vendosës me Kosovën janë të parushme dhe në asnjë rrethon nuk ime në një qeverisje me çfarë do kushti me VVN. A do t'ja vlente një marrëveshje bashkëpunimi shembull vetëvendosja aleanca nëse vitin tjetër kur vjen puna tek zgjedhja e presidentit të ri, ta propozonte Ramush Haradinaj si president? E thamë në asnjë rrethon. Në asnjë rrethon. Orë jemi vendi i vetëm në Ballkan që kemi embargo prej miqve që na kanë ndihmu për shlirimin e Kosovës. Jemi vetë